Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. E kush është në rrugë më të mirë se ai që thërret në rrugën e Allahut, që bën vepra të mira dhe që thotë, unë jam prej muslimanëve. عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه يا بارئ من يرجى ويرى تفريط Biblioteka Muhammed Iqbal, për sfaj asaj që boton tekste me tematikë fetare islame, ajo bën përgatitjen e audio dhe video kasetave me po të njëjtën tematikë. Me këtë ligjërat, hoxha i mirënjohur Zakaria Efendi Bajrami, shpresojmë se do t'ju kënaq shpirtin dhe se këto fjalë sadopak do të zbusin zemrat tona. Ashtu që me këtë vepër së bashku të lutojmë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. مرحمة بكرب طال وعناه وانشر من جودك مرحمة بكرب طال وعناه وانشر من جودك مرحمة بكرب طال وعناه يا بارئ لطفك اشملنا يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. تداشر vëllezër muslima, Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh me këtë ajeti kerim që urdhënon, Allahu alem bi muradi. Ne jetëm disa minut dhe marëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam, duke I lutë Allahut fuqi plot, Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, Allahut I cili na dalloi nga gjithë gjallësat, na vlerësoi mbi gjithë krijesat, na dha formën më të bukur, na bëni pjesëtar të fesë vetëm e pranuar, të umetit më të lavdruar, të pejgamberit më të dashur dhe të çmuar. Pra I lutemi Allahu Dhul Gjelal, pas jemi lindur musliman të jetojmë musliman, të ja dorëzojmë shpirtin Allahut me iman, me dritën e imanit të ne ndriçon jetën e kësaj bote, natën e varrit dhe urën e saratit, të ne lehtëson ditën e mahsherit, të na bën nasib shefatin e pejgamberit, të na bën nasib me pi prej kranit të Qautherit, të na zbardhën ftyrat tona në atë ditë që shumë ftyra do të nxihen, në atë ditë që s'ka dobi prej mallit as evladit, por e vetmja dobi do të jetë nga zemra e pastër dhe punët e mira. Pra me pastru zemrat tona nga çdo e keqe, Allahu nasib në boft. Me punu punë të mira, Allahu na mundsoft. Nga punët e liga, Allahu na largoft. Nga mendimet e këqija, Allahu na pastroft. Për atyre që mendojnë, planifikojnë dhe kur nuk pushojnë, që muslimanëve zullum të ju bëjnë, na lusim Allahun Dhul Gjelal që ai me fuqinë e vet mbar musliman prej zullumit të zullumqarëve, Allahu t'i shpëton, ndërsa zullumqarët mes vete t'i shkatërron. Po ashtu na lusim Allahun Dhul Gjelal që ai me mëshirën e vet neve si gjunahqar për azapit të xhehenemit të na shpëton, Jannetul Firdausin nasib të neve. Amin. Vëllezër të dashur, jemi në hijen e surës së bekuar, Suratul Bekare. E posa qërish në hijen e ajetit që lexova para jush, I inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta, që të harxojmë sa minut nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Gjelal, që frimarjet tona që harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Jannetul Firdaus të na kompenson. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Gjelal ka për qëllim që të na nxit neve që për jetën e përhershme, për jetën e amshushme, të pregaditemi dhe mos shkojmë shumë fukara, dhe na tërheq vërejtjen nga mbashtrimi kësaj dynjaje, nga mbashtrimi kësaj bote, na tërheq vërejtjen nga kooperacia, na si hariqon dhe na përgëzon që të jemi bujar e të jemi gjumet. Nga këto fjalë, vëllezër të dashur, nuk don të kuptohet dhe nuk don të thot se muslimon të bëhen hazërgji e të presin kush do t'ju trokit derën e t'ju çon diçka në formë të sadakas. Po përkundrazi, vllai dashur, parim në islam është trokite derën e punës, të kesh drejt ta trokitish derën e riskut. Nëse nuk e troket derën e punës, që të punosh, mos prit që të fitosh, dhe nga gjersa huaj asnjëherë mos mendo që të jetosh. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, wallahi, më ndershme, më njerëzishme, më burni do t'ishte që dikush prej juve, nëse nuk ka mënyrë tjetër që ta fiton riskën e vet dhe të evladit vet, do t'ish më mirë që ta merr një sakic dhe një konop, të del në mal dhe ta mbush një shtëpi në dru, ta bjen në treg dhe ta shet, më e lavdrueshme do t'ishte ajo se sa ta ngatën dorën dhe të lip prej njerëzve. Ngatja e dorës në islam o shumë e urejtër, me përjashtim për ato që e kanë patjetër. Prandaj Allahu Dhul Gjelal për një grup të njerëzive thot: la yasaluna an-nasa ilhafa. Ata nuk ju kërkojnë njerëzive. Yahsabuhumul jahilu agniya min at-ta'affuf. Dikush I llogarit të pasur nga sa ata nuk ankohen asnjëherë. Ka do njerëz janë të nevojshëm,
Ka dhe njerëz janë të ngulfatur, me 4.000 dinar ndihëm sociale, po ai kur nuk ankohet para njerëzve, kur nuk thot nuk kanë. Ka disa tjerë kanë pasuri, kanë idare, me gjitha to jënë të varfur në zemrat e tyre dhe gjithmon ankohen, gjithmon kanë krizë ekonomike. Vëllezër të dashur, ne sot më në krizë jemi për moral, krizë morale kemi, krizë respekti ndaj njëri tjetrit, krizë itati ndaj prindërve, krizë humaniteti, se sa kriza ekonomike nuk është si kur ndonjëherë kur njerëzit ton, gjishët ton, babët ton, prej një qyteti në tjetrin ka shku për 1 kilometër, edhe ato me nxi se e ka gjetë. O vëllezër, asaj thon krizë. Sot kjo krizë nuk është, por sëri ka disa njerëz që janë të ngulfatur, nga se disa të tjerë kanë shku lartë. Disa fëmijë në shkollat fillore me mobil, me hotel në xhep, e disa fëmijë pa çanta me vete. Kjo është diferenca e madhe. Disa me hotele, bile disa tjerë me kerra shkojnë deri te shkolla, a disa tjerë nuk kanë ta paguajnë mujore. Diferenca e madhe. Mirë, po me gjitha to, disa prind të cilët nuk kanë fëmijëve të vetë që u blejnë libra, nuk kanë që u paguajnë semestri, nuk kanë që u blejnë tesha për t'i çuar deri në shkollë, nuk kanë që u paguajnë mujoren, me gjitha to, dikush mendon se janë të pasur, se ata nuk kanë kohën. Ata nuk dalin të lipin, ata turpënohen, që ata njerëz duhet me i hulumtua, vëllezër të dashur, se nuk është e nevojshme që ndihmosh që atin e lipsave në për samafora, që ta ngren dorën dhe e kanë bo tradit, po duhet me hulumtu dhe me kërku vallë në rrethin tënd të ngusht, në farefisnin tënde, mos ka dikush që është i ngulfatur, po nuk kallëzon, se nuk e lejon ndërgjegja. E ka disa tjerë e kanë bo sport, e kanë bo hobi. Nuk kemi se njoni djali kemi blekër që s'kemi edhe ati tjetri, po na jemi fukara. A shif sa fukara, se nuk ka për si cëllin nga një kërë edhe ki ankohet. A i tjetri nuk ankohet se turpërohet. Pra vëllezër të dashur, Allahu dhul xhelal të ta'rifuhum bisimahum. Ato njifen për ftire, se ato në të ndershëm, jo largu nga puna, është mshel puna e ti, a i kam vetë në shtëpi, po nuk ashtë mësu të lypje, a i mundohet të përballon, prandaj që atyre duhet me ju ndihmu në një farë mënyre, po e keqja është se ne nuk kemi të organizuar, o vëllezër të dashur, mbi 500 shoqata humanitare në trojat tona shqiptare. Shqoni që ka ju thëmë, mbi 500 shoqata humanitare, krishtere, në trojet tona shqiptare, me të vetmin qëllim që muslimon t'i largojnë prej fesë të tyre me ndihmat e tyre. Në paketat e tyre të librave dhe nga një kriq dhe nga një fotografi, si që qunë ato të Hazretisës, një fotografi të rrenshme se Hazretisa nuk është ai. Pra vëllezër të dashur, shoqata humanitare në trojet tona, po jo tonat, e ku jemi ne? Sa jemi ne të organizuar? Sa jemi ne në këtë aspekt të organizuar? Vëllau të ndihmon, o vëllezër të dashur. Tjerët po pregadisim. Tjerët, ju e dini, kur thamë tjerët, ato që s'janë muslimon. Shoqata humanitare. Atine duhet ju thomi një bravo të madhe, se atyre nuk ja ju imponon feja e tyre si kur neve që na obligon Allahu dhul xhelal. Po ato e kanë me qëllime tjera, ndërsa muslimoni e ka vetëm për hir të Allahut që ta ndihmon vëllaun e vet. Vetëm për hir të Allahut, sirrën. Allahu dhul xhelal thot msheftas, wa alaniyatan, kur ka nevojë dhe haptas. In tubdu sadaqatikum fa ni'ma hiya, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Nëse e jepni haptas, është e mirë, po nëse e mshefni, nëse jepni me dorën e gjatë, nuk e din edhe e majta, subhanallah. Pra vëllezër të dashur, ato njerëz kanë hise në hijen Arshi Alas, e dini çka kanë bën muslimanët e parë. Ndëgjoni vëllezër të dashur, një musliman prej të parëve, një dashamir i vetvetes dhe i njerëzimit, dilte natën, shpërndante bukë në për shtëpia të fukarave, në mesnat, ata kur qoheshin mëngjes e mirshin bukën mazdere, por nuk e dishin kush e kalon. Kështu vazhdoi një kohë të gjatë, hajshin bukën, por nuk e dishin kush e undan.
A dini kur e kupton? Kur një njeri vdiq në Medine, vdiq një muslimon ndroj jetë, pas vdekjes së tij u ndal bukat e dera. Atëherë kupton fukarat se kush e pas ka prun këtë bukë. Mos i ka vdekë kanë marrë vesh. A ne duam ta marrin vesh para se ta bëjmë punën, duhet të kallëzojmë. Me lodra të kallëzojmë se çka duam të bëjmë, ndoshta nuk e bëjmë, vetëm kemi me thonë se do ta bëjmë. Vëllezër të dashur, një tjetër musliman, prej muslimanëve të mirë, e mirë të ushqimin mëngjes dhe dilte prej shtëpie. Kur dilte prej shtëpie, ushqimin ja u jepte fukarave dhe axhnonte. Ninonte Ramazan. Çka bonte ki? Ninonte që edhe familja nuk e dinte se e mirë ke bukën prej shtëpie. Ki bonte di sevape. Bukën ja u jepte fukarave, axhnimin e bonte sekret që se dishin as familja e vet. Subhanallah. E jo si kur njoni kishe dalë në fush të falet, e njoni të kalu i thot ati tjetrit, shqo bre vlla, tha ki edhe në fush u falka, a i lëshoj dur, tha ju nuk e dini se jam edhe një nushëm. E ka do njërës tjerë kanë qef të kalëzën krejt ato qka i bojnë, a ki muslimon o vllai dashur, bukën e ka nda fise bilila për shpirt vet, dhe ka axhnu për hir të Allahut, që se ka dit as familja e ngusht e veta. O vllezër të dashur, a i tjetëri musliman, kur i shkoj një misafir, një udhëtar, një fukara, në kohë të darkës, ai nuk kishte ushqim vetëm sa për fëmijët e vet. E mori ushqimin e vu në sofër para misafirit, e kishte dritën me vete gazin, ka dalë shimi ato dhe bante kurse po han me misafirin, po nuk hante që të ngopet misafiri. Edhe kur ngriti sofrën, e ndezi dritën, dhe u kri puna. Kur shkoj ta falje sabahin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu është kënaq me veprën tënde që ke bë pranë. Subhanallah. Ka ardhur Gjibrili, ja ka prun një bakshish, i ka kallëzu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përshëndet ashabin ton, se Allahu mbiarshi Allah është gëzu me punën e tij që ka bën. E ka ushqiu udhëtarin, vetë nuk ka ngron dhe riskën e fëmijëve të asaj nate ja ka dhënë misafirit. Kështu vëllezër të dashur kanë qenë muslimanë të përpashëm. Pra vëllezër, na kemi shumë nevojë. Na e dimi se kemi shumë nevojtar. Megjithatë kemi disa që kanë mundësi të ndihmojnë. Ne i themi këto fjalë o vëllezër, edhe një herë përsëris bash në prag të fillimit të vitit shkollor. Që të kemi kujdes për fëmijët tanë, të llogaritim si tonët. Kur ta shohim një fëmijë të vllaut ton se nuk është i gatshëm për të shkuar në shkollë, të brengosimi sikur ta është i yni dhe të mundohemi të ndihmojmë për hir të Allahut dhul xhelal. Ndërsa njerëzit nuk duhet të bëhen për taca e të pritin dikush që ndihmon. A që ka mundësi, le të punon, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam punëtorin shumë e don. Dhe ato që e bën punën e sigurt ma tepër e don. Pra ta bëjmë punën dhe të sigurt dhe mos presim ndihmat e huaja. Megjithatë, nëse dikush ka mbet, ne duhet ta kërkojmë ato, ja të na kërkojnë neve. Ne duhet ta kërkojmë që ta ndihmojmë, që të jetë razi Allahu dhul xhelal. Çka bën halkit në Evropë, o vëllezër të dashur? Në një shtet të Evropës të krishter, pas ka restorant, lokale të ushqimit, ku ditave të diella, restoranet e kishës të hapura, gratis. Restorani kishës. A ka ndonjë xhamia e jona restoran që shkojnë të hanë fëmijët e fukarave dhe fukarat një sinviç të hanë në restoranin e xhamis? Jo, nuk ka. Ato pas kanë restorane të kishës. Dhe në obor të kishës restorani, ditën e diell të shkojnë të hanë njerëzit gratis. Hin njerëzit në hanë drekën gratis pa pagesë, vetëm me një kusht. Në hyrje të restoranit i lëshum një kriq i madh, i varur, dhe çdo njoni që të hinë në restoran, njëherë duhet ta puth kriqin, pastaj të hinë brenda. Njëherë duhet ta puth kriqin dhe hinë e hanë një drek. Por një drek e puth kriqin. A ka ndonjë pitonëve? Më thanë, po ka disa pitonëve që shkojnë edhe hanë. E po kur kalon ka kriqi, po s'ka problem, me një puthje kriqin hanë një drek. Shto vëllezër të dashur? Më parë rinia jonë. E përmendëm një ditë më parë, se kur një prift slav, sërbofil, me thikja ka vizatu kriqin në gjyks fëmijëve tonë, me thikja kanë vizatu, kanë shku e kanë fshi kriqin me zarë, s'kan mund të adurojnë kriqin në gjyks, që u kanë vizatu me dhunë, ndërsa sot ka ardhur rendi që dikush për një drek të puth kriqin, ha?
E ku jemi na bre vëllezër të dashur? Sa shqiptar tonët me kriqin në qafë? Çka je bre vëlla? Musliman. A je musliman po? Po këto çka e ki? Këto e kam për zbukurim. Për zbukurim me kriq në qafë, a me kriq dhe zbukurohet gjithë si muslimanit, që ndër kriqi në zemra e ti, ku në zemër të ti e ka të vizatuar emnin Allah. Në zemër e ka emnin Allah, a i emnin Allahut e ka mblu me kriq. Zotin arrujt. Nga vjen kjo? Vjen nga xehaleti, nga padia, nga nevoja, nga fukarallëku ndonjëherë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ka dal fakru an yakuna kufran. Fukarallëki kanë frikë se dikën të çon në kufër. Po vëllezër të dashur, mos të lejojmë që ndonjë vëlla tonin t'ia dorëzojmë kufrit për fukarallëk. Ne duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin. Duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin dhe duhet të punojmë vëllezër të dashur. Trokite derën e punës, ta qel derën e riskut Allahu dhu xhelal. Ti kënde trokit derën e punës, Allahu ta ka qel derën e riskut. Emo ti në shtrat, ti në gjumë, ti në sport, ti në loje, ti hazër, duke prit ndihmë sociale, nuk ka risk halal. O vëllezër të dashur, pra derët tona janë mjaft, gajlet tona janë bërë. Me gjitha to, ne pak më tepër kemi krizë humane, krizë njërzore, krizë morale, se sa krizë të idares. Me gjitha to, inshallah, këto kriza do t'i largojmë për shoqërisë tonë, zbashku me ju duke kontribu, si plesht ashtu edhe të rritë, si gratë ashtu edhe burat, të rritë tonë djemë edhe vajza, së bashku me të vetëmin qëllim, që ta largojmë krizën morale për shoqërisë tonë, ta largojmë krizën morale për xhamatit tonë, ta pastrojmë xhamatin tonë nga mbeturinat e kufrit, nga mbeturinat e delaletit, nga mbeturinat e krishterizmit, nga mbeturinat e huaja, ta pastrojmë vetveten së pari, vëllezër të dashur. Pra Allahu dhu xhelal i ka lavdëruar ata që japin natën edhe ditën, haptas edhe msheftas, aty ku ka nevojë, nuk pritojnë. Nuk e lanë, si që lanë shumë herë ne disa muslimon, e lanë që krejt aktivitetin tonë, me pasurin tonë të bëjmë në Ramazan duke dhënë fitrat, edhe me ato fitrat mundohmi të mbulojmë varfrin në familje, varfrin në shoqëri, të ndërtojmë medrese, fakultete, universitete, me një fitër. Vëllezër të dashur, feja nuk mbahet me një fitër, po feja ndihmohet në tjera forma. Ata që kanë mundësile të ndihmojnë, inshallah Allahu dhu xhelal jau shumë fishon, sikur ajo fara që bjen në tokë, pre asaj dalin 7 kalli, si cili kalli nga 100 koka 700, yudaifullahu limen yasha, Allahu jashton edhe sa don, ajt jashton aq sa don atij që jep. Lusim Allahu dhu xhelal që në mesin ton ata që janë të nevojshëm Allahu t'i pasuron, ata që kanë pasuri Allahu ndihmën atyre për vëllezërit e vet që u mundson dhe pasurinë e tyre ta shton, pasurinë e tyre nga e keqja ta mbron. Vëllezër të dashur, Kurani Kerimi nuk ka për qëllim vetëm këtë fjalë. Kurani Kerimi është katalog i jetës tonë. Ai na mëson se si të jetojmë ne, ndërmes vete si të jetojmë. Ajeti më i gjatë në Kur'an e dini, por vlen për ata që se dini. Cili është ajeti më i gjatë në Kur'an? Ajeti më i gjatë në Kur'an është ajeti borxhit. Kur muslimanët marrin borxh prej njëri tjetrit. Ja ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu. O musliman, kur të jepni borxh njëri tjetrit, shkruajini. Kur të shit bleni, shkruajini. Mos rrini pa shkru, mos rrini pa regjistru. Muslimanët këtë parim e kanë lënë. Nëse vjen një jo musliman, ta bleni dyqan, ta bleni tokë, ta bleni diçka, thot kada ta bëjmë kontratën. Na kur shesim e blem, thon ta ble shtëpinë, po e mirë që ka, edhe pse s'ka dokument. Na e blem edhe pa dokument. Tani vin na e prishin, jemi fajtorës, jemi fajtor, pra dokumenti vëllezër të dashur. Shikon në Islam çka do të thotë? Puna e sigurt. Kur të sheqe dhe të blesh, të bësh kontratë. Kur të japish ose të marish borxh, ta shkruash. Nëse ja lën emanet dikujt, atëherë emanetin ruajnje, ose më mirë shkruajnje, se në shumë raste dalin nga tresa. E di pse? Se nuk e shkruajnë. Edhe ato që ta shkruajnë, Allahu dhu xhelal thot, edhe merrni ditë dëshmitar, edhe ato ne ta nënshkruajnë. Pra vëllezër të dashur, këtë e themi që të kuptojmë se Islami, Kurani, hadithi nuk ka për qëllim të na kallëzon vetëm për sadakajat, vetëm për zeqatin, vetëm për namazin, po është katalog i jetës tonë
ndër njerëzore, ndër vëllazërore, është katalog i jetës se si të gjindemi ne mes vete. O vëllezër të dashur, të jetojmë në hije të Kur'anit, Allahu nasip në më. Të mundohemi të zbatojmë Kur'anin asa kemi mundësi, Allahu nasip në më. Të mësojmë fëmijëve tonë Kur'anin, Allahu na mundsoft. Lusim Allahun dhul xhelal, Kur'ani të na ndriçon jetën e kësaj bote. Kur'ani të na ndriçon natën e vorit. Kur'ani të na bën dritë në urtë të saratit. Kur'ani të na shoqëron në xhennetul firdaus. Lusim Allahun dhul xhelal, rinin ton në Islam ta udhëzon. Pleqve tonë të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot. Të varfërit tonë Allahu t'i pasuron, të samurit tonë t'i sharon, të burgosërit tonë t'i liron, mbar muslimanve kudo që gjinden Allahu t'u ndihmon, ndërsa zullumqarët mes vete t'i shkatron. Ela inna ahsan al-kalami wa ablaga nizam, kalamullahi al-malik al-qadir al-aziz al-allam, kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil kalam, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور. طوبى لكل مراقب لله أواب شكور. طوبى لكل مراقب لله أواب شكور. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور. طوبى لكل مراقب لله أواب شكور. طوبى لكل مراقب لله أواب شكور. يا دار ويحك أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفرقة الجميع ويا منغصة السرور. يا دار ويحك أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفرقة الجميع ويا منغصة السرور. الطف بنا ربا واغفر لنا ربا. الطف بنا ربا واغفر لنا ربا. أخي ما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور. أفنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور. أخي ما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور. أفنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور. ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا. ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور. طوبى لكل مراقب لله أواب شكور. طوبى لكل مراقب لله أواب شكور. أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور. زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور. أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور. زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور. ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا.
تجمع للدهور. لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العثور، ولعل طرفك لا يعود وأنت تجمع للدهور. لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العثور. ألطف بنا واغفر لنا، ألطف بنا واغفر لنا ربنا. لله عاقبة الأمور، طوبى لمعتبر ذكور. لله عاقبة الأمور، طوبى لمعتبر ذكور. طوبى لكل مواطب لله أواب شكور. طوبى لكل مواطب